Si çdo ndërhyrje tjetër, besoj dhe rinoplastika ka kundërindikacione. A ka raste kur mjeku detyrohet t'i thotë jo pacientit? Po, sigurisht, rinoplastika në fund të ditës është një ndërhyrje kirurgjikale që kryhet me anestezi totale dhe në radhë të parë pacienti duhet të jetë klinikisht i shëndosh. Pra, kushtet shëndetësore t'ja lejojnë që t'i nënshtrohet një anestezie gjenerale. Përveç kësaj, përpara se pacienti të bëjë një ndërhyrje në hund, ne gjithmonë marrim një anamnezë të hollësishme, në radhë të parë për hundën, pra a ka probleme funksionale, a ka vështirësi në frymarrjen me hund, a vuan nga alergjit, a ka bërë ndërhyrje të mëparshme në hund pacienti, apo përdor droga nga hunda, sepse dhe përdorimi i drogës luan rol shumë të rëndësishëm në procesin e shërimit të hundës, kështu që kjo është një anamnezë e hollësishme. Në rast se pacienti është përdorues, sigurisht që jemi të detyruar t'i themi jo, apo të jemi të bindur që ky pacient ka një farë kohe abstinencë, pra ka vendosur ta lë përdorimin, apo nuk ka ndërmend t'i rikthehet më nëse është një histori e kaluar. Tjetër gjë janë kushtet apo shëndeti mendor, kushtet psikike apo shëndeti mendor i pacientit. Neve na duhet edhe të jemi pak psikolog në konsultën që bëjmë, sepse edhe dëshirat e tyre duhet jenë realiste, duhet jenë me këmbë në tokë. Pra, pacienti në rast se ka një hund shumë të madhe, me një kurrizë shumë të lartë, apo me një skolioz apo shtrembrim të theksuar, sigurisht që nuk mund t'i premtohet një hund Barbie, sepse parametrat anatomik të hundës nuk e lejojnë këtë gjë. Kështu që ndonjëherë jemi të detyruar edhe të themi jo, apo t'i japim pak më shumë kohë të mendohen derisa ta kryejnë këtë ndërhyrje.